Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërlozur sa jemi në takimin e radhës në Najen, ato kushtimisht, dhe me leximin e librit të Ibn Qayyimit rahimullah, Ad-Dawa wad-Dawa, smundja dhe ilaçi. Ku tashmë kemi ardhur në pjesën përmbyllëse të fundit të trajtimit të kësaj teme madhore që Ibn Qayyim rahimullah ka trajtuar gjatë librit. Kemi marrë gjatë këtij rrugtimi, domethënë se Ibn Qayyim rahimullah ka përmendur rregulla të rëndësishme të cilat nëse mirën parasysh dhe zbatohen si duhet, besimtari imunizohet dhe fuqizohet karshi mëkatimit. Realisht e bën një zgjidhje kogja të mirë me një problem që është problem më i madh në jetën e tij. Nuk problem më i madh për besimtarin se mëkatimi nuk ka. Kështu që me i bë zgjidhje këtij problemi ose me e minimizuar skajshmërisht është suksesi dhe rritja më e madhe. Mirë, po kjo për të arrit, domthonë duhet me respektu disa rregulla, ligje që Allah i ka vendosur lidhur me këtë çështje. Dhe në fundit Ibn Qayyim rahimullah e ka përmendur këtë çështje në dy, domthonë faza të rëndësishme, dhe para kësaj ka folur edhe për disa porta që duhet me mbyll. Nëse mbyllen këto porta si duhet, atëherë padyshim se besimtari nuk ka nevojë më marrë me trajtimin shumë, për shkak se faza e preventive s'ka qenë e suksesshme. Nëse mbyll domthonë syrin ose ato që kemi përmendur, mendjen, e tjera nga ato porta që kemi përmendur, nëse ato janë në rregull me lejen e Allahut të mënduar, domthonë vërtet diçka që depërton nga ato porta. Po dhe nëse depërton, lehtë menaxhohet. Po nëse portat janë të hapura, atëherë gjithçka hyn nëpër ato porta. Kështu që na ka treguar fillimisht se cilat janë ato porta që do të më mbyll besimtari, e që pastaj më letë e ka me menaxhu dhe me vëzhgu kështjellën e tij mbrana se cilët është fortifikuar besimi dhe lidhja e tij me Allahun te bareke ve teala. Nëse depërton diçka, tani ka vol për fazën e dytë. Domthonë se nëse depërton diçka, rreziku është se lëshon rroj. Domthonë ka mëkate, ka probleme të caktuara që lëshon rroj. Dhe shumë njerëz kanë varësi, sikurse problemi i këtij njeriu në pyetje. Ky njeriu ka varësi nga ky mëkat. Se nuk është thjesht mëkat që ka bën një herë edhe do mu largu. Nuk është kështu apo. Po një njeri me kësi formulimi, domthonë kaq vajtues, me kësi klithme që ka bën në fillim, ja më kuptoj që ky ka varësi. Domthonë kësunia del Allah. S'ka tauba, s'ka ders, s'ka këshilla, s'ka namaz, as dhikr që ja largon ato. Ky çështë ka përmend. E shumë nga njerëz ka mëkate kësaj natyre apo. Prandaj, sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur flet për besimtarin, që ka zakonisht një mëkat ose dy si ra, thon, ku pasko e don kalon mbi kokën e tij, thon. Do problem është problem njeriu me u shkyq tërësisht nga mëkatet që ka pas varësi diku në kalumin, thon. Ato dinë më manifeston forma ndryshme, forma ndryshme, por gjithmonë mbetet një lloj dobësie njeriu të karshia asaj që dikur ka qenë i varur mbi saj, thon. Tash kur vjen njeriu deri në këtë fazë në vëllazër, çysh ka mundësi me shkull këtë problem që në kazorojnë. Tash Ibn Qayyim rahimullah ka përmendur se sa që kemi folur të kaluarën, por fokusi kryesor është dashuria. Don se edhe lëshimi i rënjve është bërë për shkak dashurisë. Unë të ke dashkë të punë, dashnia të ka lidhur. Tash duhet një fuqi më e madhe e kësaj dashnie që realisht e neutralizon këtë dashni. E kjo dashni tash nuk ka vetë thjesht ajo e natyrshme, unë dua Allahun azh. Kjo është e pamjaftueshme, por është një dashuri tash tjetër që ka rregullat e veta, ka shpjegimet e veta, që kemi marrë disa prej tyre, edhe sa nga ato do t'i marrim ato. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah kur flet për këtë çështje, ky flet për procedura serioze. Nëse i njeh çu duhet, me lejen e të manduar, fuqizohesh deri gjatë mas, saqë pastaj nuk ka asnjë joshje e kësaj dunia që ka mundësi me të lejthit ose me të prunë në nivelin e varësisë. Se na dim sot ble koha jonë është koha e varësive.
ne jemi të varur për shumë faktorë, apo. Madje njëri që ma vjen me kemi përmend si test që njëri më bëu për shembull me testu me mshël syt, çka nëse për shembull s'është që kapën, sonë parë e ç'a bëjmë natën. Atë kena varësi të shumta për shumë faktorë dunjos. Edhe madje edhe këto ndikojnë edhe në cilësinë e ibadeteve, ndikojnë edhe për shembull edhe në raportin me Allahun te barekutaala. E kjo është problem. Kjo është problem. Dhe më kemi rahimullah do të bëj njëri i cili domon e adhuron Allahun te barekutaala në çfarë situata. Edhe normalisht mirëqenia, rahatia e të kërkuara, por kur garanton se gjithmonë kalon në këtë situatë? Kur garanton gjithmonë kimë qenë kështu, kimë qenë këtë situatë kështu më. Andaj ajo që garanton lundrim të sigurt përkundër dallgëve të trazuarave të detit është dashuria e fuqishme ndaj Allahut mënduar. Nëse ka dashni për Zotin xhel xhelalu. Tash më ka imre mollan vim të vëzë shkon duke pak e rëndu dozën atë. Edhe të kërkesave për të shpjegimit apo. Unë do të mundoj me e thjeshtësu maksimalisht për shkak se kjo pjesa e fundit me kemi tani më është ka nivel profesional apo. Unë është nivel për dietarët apo. Është nivel më për njerëz domthon që jo për dietar në kuptim dashurisë dhe vëshmërisë, jo, po në kuptim të shpjegimit. Unë ajo është i papërshtatshëm kushtimisht po them opton që nuk është lehtë me e kalu këtë pjesë që bëkajmë më flet, sinqerisht është shumë e pasur apo. Çfarë shpjegimi çdo rreth të kajmë bëkajmë më këtë pjesë, on të jam këtu se sa Iran ka qenë apo. On sa kanë pas informata po shumë sana. Rahmetullah alejhi. Andaj më kajmë rahimullah tash thot në vim, masi na kemi fol për ma herët kemi finis me fol për dashnin, tash thot më kajmë rahimullah në kapitullin e ri që do të vazhdojmë sonte edhe disa të tjera me radhë që kanë të bëjnë me këtë, me thonë shkoqitje të temës së dashnisë, në tema ndryshme. E kim përmend atje nëse ju kujtohet edhe bile ka që kom në mizu me zo, apo nëse ju kujtohet. Domthon Ibn Qayyim rahimahullah thotë se duhesh me e rregullu rangimin e çërave që i dën ato. Se na kena problem në rangim apo. Ne dojmë edhe Allahun, e dojmë edhe babën, e dojmë edhe këto, edhe nonë, e dojmë pasurinë, këtë dojmë apo. Ato s'është problem i dashur. Problemi është kur psojnë ato pastaj domthon kaos në rangim. Që të Allahu xhallahu ka thonë kul in kana abaukum nëse baballarët e juve kjo habbe ileikum en më dashna se Allahu s'bën me kom më dashna e çto problem nuk ka që ai danti na mi dash bën mi dash problemi është rangimi tash fillon pak më praktikisht po kemi rregulla më na tregu çysh rangohen sa ata çysh më bëv sa në dunjë që i dojmë ndërlozën apo do të mendon dy kategori kryesore një kategori është veç Allahu azza xal. Sa më të kurkush atë. Një kategori në krejt pas Allahut azza xal. Kjo është domthon ndarja më e rëndësishme që duhesh me bën jetën tonë. Çfarë nuk kupton? Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, "Wal mahbubu qisman." Ato që ti don është dy lloje, dy kategori. Thotë mahbubun li nafsihi wa mahbubun li ghayrihi. Diçka që e don për shkak të çu kemi thonë të fakri. Fukarallahu i besimtarit nevoja e besim për Allahun nuk është për shkak nevojës, por për shkak të qenies Allahut xhallahu. Është fakr li dhati, nuk është domon varfëni e shkaktuar nga rrethana. Jo, por është varfëni e shkaktuar nga pozicioni. Ti je abdi i Allahut, sa je abdi i varfër me ta. Apo nuk për shembull njeriu është i varfër për shkak të rrethanave të caktuara se për shembull dy ka dek pas një javë. Është i varfër. Mund të jemi ku i varfër ndije për shkak se s'ka pas, do një rrethanë ka përcaktuar varfrin e tij apo. Por në raport me Allahun xhallahu ka rrethanë që përcakton. S'ka rrethanë apo. Edhe këtu Allahu te barekuhu te ala nuk e dojmë për shkak të ndonjë rrethane. Nuk e dojmë Allahun pse na ka kriju. Nuk e dojmë Allahun as pse na furnizon. Ja. Këto po, gjithsesi, këto e shtojnë dashnin dhe e arsyetojnë dashurinë. Po, mirë po ajo që e përbën bazament e këto dashni është vetëm është Allah. Apo kupton? Yuhabbu li nafsi li dhati. Na dojmë Allahun pse do? Pse është Allah? Pse është elhamdulillahi rabbil alamin. Shikoj Allahu te barekuhu ka falmi e të kanë Allahut pse është rabbil alamin. Që tha është
këtë është në dorën e tij dhe gjithçka. Prandaj Allahu te barë duhet për shkak të çfarë? Të tjerë duhen për shkak të interesit apo. Ki interes të interesosh gjithmonë ndam shumë apo. On ti e don pejgamberin që të ka mësu. A don pejgamberin që të ka mësu? Po da, mos me kon Muhamedi e son pejgamber, ai kështu është? Jo, s'e kështu është. Po ka shkruaj që ka gjistu bila apo. Po. Ti don Abu Bakrin pse don Abu Bakrin? Se ka këndu për din. Ka përse pejgamberin apo ne ka. Po ka një rrethon për ti qenjës e ti. Është Abu Bakri dhe kontributi. Domthon kontributi është na ka bë. Jo qenja e ti. Na nuk e dim për shkak të qenjes së Abu Bakrin. As Muhamedi nuk e dim për shkak të qenjes së tij. Jo. Jo se kana po. As kana po. Vallahi kalan pejgamber som çabe këtu bota kurse në xhebel apo. Po si din musliman që duk Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po s'ka ne kam shuru Allah që din tamam që ka lexuar. Normal. Ama dojmë pejgamberin për shkak të sjellë. Po këto saj, ama për shkak të qenjes jo. Allahu duhet për shkak se është Allahu apo. Tani vazhdojmë me ashtu tashni për shkak se ne jap na furnizon kështu apo. Kjo ndora kryesore apo. Kjo është e para. Dhe e dyta të vëzëra apo. Kur këtë kemi parasysh, gjithçka thotë më kaim rreth. Duhet për shkak të dashurisë parë. Tash mas pari e bën ndarjen. Tash e bën organizimin e ndarjes. E don këta për shkak se domethënë Allahu e don. E don këta për shkak se shpihet tek Allahu te barekuta. Prandaj më kaim rahimullah kësaj çështje jap hapësir dhe thotë se edhe dashuria domthon përcaktohet në bazë të këtij kuptimi, se Allahun e dojmë për shkak të Allahut, por edhe urrejtja pastaj buron pitnit të spik. Sikurse e caktojmë më vonë. Urrejtja bën pitnit të spik. Pse? Se gjithçka që e rrezikon apo e pakson këtë dashni, realisht unë e urrej. Unë s'kam të bëj me objektin, por kam bëj me pengesën që më shkakton ky objekt në raport me qenien e Allahut te barekuta. Tash ky menaxhim i jetës, domethënë ky organizim i jetës, koha më rëndësi me domethënë me kuptu, po edhe me promovuar një jetë, nuk ka lehtë me kuptu këtë apo. Pastaj thotë më kaim rahimullah, thotë që ky është mizani i jetës apo, me çdo të jam vetëm tonë apo. Sa ka rrisë me kuptu. A boran gjithçka pi Allahut azza jalla. Pra njëri e don njëri e don prindin natyrshëm. Natyrshëm, ka këtë njerëz në botë i dojnë prind të veta. Pse i dojnë prind të tyne? I dojnë natyrshëm apo? Apo natyrshëm. Që kjo dashuri natyrshëm për prindrit, apo është dashuri që krejt njerëzit e kanë të përbashkët. Edhe që besojnë Allahun, edhe që nuk besojnë Allahun te barekuta. A duhet besimtari mundohen në çit pikë? Jo, apo. Jo, tash na në bazë të kësaj rirenditje të re të dashurive tona, çka bëjmë na? Tash prindi dojmë për shkak se e dojmë Allahun. Dashnia ndaj Allahut te vërtet tash është ajo dashni që tash fillon me e bën një rifillim të ri të raporteve. Unë e du Allahun azza jall. Kjo është pika fillestare e jetës same. Ndaj tjerëve as kom dashni, as kom urrëtie. Tash e kthyrim atë. Nëse fillon tash pisnalti. S'fillon pe poshtë atë. Po tash me e ristartu vetë vendin këtë nivel është kogja çështje tash është nivel pak më i rënd, nuk është pak e tjetër. Po i më kemi rënd do me i thon këtij njerit, sa kuptohet, do më thon njerit apo. Se gjatë jetës tonë, apo ka pas ndërhyrje në ndërtimin tonë apo. Këto ndërhyrje më shumë kanë deformuar se që të kanë formuar. Me gjithë deformimet shkaktuara gjatë jetës, nuk ka mundësi tash me shnosh apo. As me të përu. Duhet me të ristartu. Për shkak se të kishe pas fillim këtë çështje të kryme, e lehtë është këtë këtë çështje, se të kisha kthy te pjesa e parë, por me këtë pjesën e parë se ki shumë qartë, tash duhet me të fillim. Është e qartë? Domthon çet më na gjatë për shkakun gjatë udhimit tonë si musliman, formimin tonë si musliman apo. Ka një që 30 ka si musliman. Në rregull, obligimi ka kryer, ka bëu. Por dallon të ndërvëzër apo. Domthonjë çu e kumcik disa dhe kjo është mendsi shumë e kuptuar për shkak se është baza e kuptimeve tona apo.
Dallon shumë qasja, karshi, shpalljes për zbatu obligimet, e dallon qasja, karshi, shpalljes si referencë ndërtimit. Ka mundsi njëri tan kon kryen obligime, po obligimet nuk e ndërtojnë. Nuk e ndërtojnë për shembull ato obligime nuk e ndërtojnë për shembull mënyrë të menduarit. Sa ndërtojnë ato? Ka musliman që 20 të falet apo, ama kur do të më mënu për një çështje mënon sikur se ai që s'falet. Ka. E çto gabime? Çto gabime tona që na do të mëndruam. Ne duhet të përdor adhurimin për të na ndërtu, jo për të shkarku. Shumica e muslimanëve Allahun adhurojnë për të shkarku nga përgjegjësia. Kemi borxh? Sahi. Por të pamjaftueshme kjo apo. Kjo çështje e pamjaftueshme nga se adhurimet janë për ndërtim, pastaj për shkarkim. Nëse veç shkarkohesh me adhurime, realisht ndërtimi ku jetë? E na duhet ndërtim, apo. Në ndërtimi kur do me qenë i fort edhe i duhur, pjesa më e rëndësishme e ndërtimit tonë është dashnia. Kë kepi çto fillon, apo. Se nuk din me dash Allahun ç'ish duhet, s'ki me pas mos jas me shpesun të ç'ish duhet. S'ki me pas gjithçka kim pas problem. Për shtat dietar kur kanë thonë edhe në ibadet kryesorë dashuria në Allah te bartëra, pastaj është edhe frika dhe shpresa. E këto pastaj këtë trekansh e kanë përkthy në zogun. Si ti që udhton për tek Allahu te barekuhu teala, shtekton për tek Allahu azza xal. Edhe zogu që ashtu. Zogu çka ka? Çka përdor zogu për orientim? I ka krahët edhe ka kokën. Krahët e ka, domthon për të lëviz në ajër, nëse kokën e ka për orientim atë. Krahët janë frika edhe shpresa. Besimtarët herë kanë krahun e frikës, herë krahun e shpresës. Varësisht kush e lyp terreni i udhëtimit i tij për tek Allahu te barekuhu teala. Ndërsa koka është dashnia. Koka është dashuria. Ne Allahu te barekuhu. Kjo është esenca, baza. Prandaj Ibn Qayyim rahimahullahu kjo është mizani. Thot andaj thot kapo për këtë bazë. Thot nga se kjo është bazë që duhet ty edhe duhet çdo kujt për tjera. Nga se thot el wilaya. Çdo besimtar duhet me kon wali i Allahut azza xal. Do ne duhet me ndërtu raporte miqësore me Allahun te bartona. Nga se mëkatet çka bojnë? E rrezikojnë miqësinë. Mëkatimi çka bën? E rrezikon miqësinë me Allahun te barekuhu teala. O njeriu sa më shumë mëkate bën, më tepër armiqësohet me Allahun azza xal. Sa më tepër adhurime bën dhe pendohet, miqësohet me Allahun te barekuhu teala. E bëkajmë shikon çfarë detale shkon subhanallahu. Thot miqësia kërkan pajtim. Miqësia nuk don diskutim. Miqësia nuk don kontestim. Miqësia don mirëqësi. Prandaj nëse Allahu xhallahu ala don ti miqësohesh me të. Miqësia ndaj Allahut el-wilaya kërkan që gjithmonë çuturti çfarë të bëjnë se nuk guxoj me bën ndryshe se nuk më me ty mos më kon mirë apo. Në kjo dashni realisht bën që me Allahun të vataruar gjithmonë raportin e miqësisë apo. Raportin e miqësisë. Andaj pas i shpjegim pak më gjatë, domethënë Ibn Qayyim rahimahullahu thotë në esencë duhet të kuptoj se lidhet me dashnin edhe në raport me Allahun, edhe në raport me këtë tjetër. Don çështja ndahen në 4 grupe. E para është apo thotë Ibn Qayyim rahimahullahu e dashur që të shpihet e dashura. Edhe veprimi është i dashur, edhe që në të e dashur. Një veprim e ki dashur me kry, edhe që në të sevapi Allahut, kjo në regullë. Thotë më kajmë rëndoj, këtu s'kanoj kërkuj des me gazuse, kjo njëri me që me dhe që më, normal. E dyta thotë më kajmë rëndoj, e urejtura që qënë të urejtura. Edhe kjo s'ka me nëvoj me gazuse. Që me gazu njërë, që më dhe më se bo këtë punë se, të kuptim, edhe e vetë urën që ato, kur se bën këtë punë. Thotë, ku është problemi? Thotë, është të e dashura që qënë të urejtura dhe tek urejtura që qënë të e dashura. Qëto të lasha? Qëto është boshti i sprovës. Qëto është boshti i sprovës. Qëto ketë na sprovëmen. Dhe me thonë, njeri është i gatshëm mi bo disa punë të ajtë të papëlqyshme të urejtura për shkak dashnis, tash, kush dominant e temë? Kush dominant e temë? Nëse njeriu dominohet nga epshi, domon gjithmonë punët e urrejtura për nefsin do të jenë përcaktuese të veprimeve, edhe nëse ai që thirr është i dashur në vetë.
Subhanallahu, kjo rregull, kjo është shkollë e madhe. Ti se don këtë punë. Pa ai që po thirr, po e du këto, po s'llas, nuk më jam. Prandaj duhet me e fuqizu dashnin, e cila në asnjë moment nuk ha mendet. E thotë Ibn Qayyim Allah që kjo është fuqizimi i mendjes. Se mendja pastaj, ti ai në metë. Çu s'përgjigjesh apo? Ti duhet më prish sikurse Allahu xhallahu ka thënë, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Është bërë obligim ju lufta pse s'e doni. Ama po ju thirrni dashni. Edhe ai po thotë që këtu ka hajër për juve. Pastaj Allah ka dhënë rregull, asa'an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ka gjë që ju urrani, ama më mirë se jo. Çka shikoj në Bedr Allahu azza xal. Domthon, kur kanë dalë besimtarët, masi që është kry detyra për çka kanë dalë, kanë pas dëshirë me u kthye. Se Allah ka pranë, gajre dhati shauke, ju e dojnë ato që s'ka therra. Zdani luft, o kry, karavani, ju kënë dojnë për karavan, karavani ka ik, okej, tash këthejmë, më thënë, ja, Allah o dënë ballavaqimin, thënë. Allah e përmenë që ata se kanë dash ballavaqimin, jo që përshka këtë pjesës normale të njeriut, po kanë dojnë për pregadit, të përëmna ka në disa pisa kanë njerë sëllë, shpatën e kam të shpije, veç të marë, kanë veç që kënë qëllu që të hajden jepën. A të një shka dalë në bedra, pëtën. Qysh kanë qëllu që aty? Kanë kush e ka shpatë me vetë i vjen, kush se ka, kanë për vetë të marë shpije, kanë s'ka, pëtën. Që ta që keni veni me mua. A me kuptën? S'ka qenë pregaditje, ka qenë kush e ka, e veni, pëtën. Që ta jenë konë 300 veta, ka jenë konë ma shumë Medine. Ma një ka pas sahabe që, kush u konë ngatë, mi pas, kanë dalë, pëtën. Edhe me gjithat ka pas një filloj mos pëlqime. Por subhanallah, dashnia për Allahun azhjal, se ka konsumë këtë punë, kanë dalë. Që ata, këtë test të konë test i madhë, prandaj Allah xhallahu ala, që kemi cek, i kanë ngritë Bedrin të apëtën. Pjesë marë në Bedr kanë status të posaçëm apëtën, në trajtimin e këtë betejave të tjera. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot se natyra e epshit është me dhonë për parësi gjërave që i ka më të këndshme dhe më të afërta. Pra ne si s'do me shku larga, që to nga dyqysh me shku. Apo, a mujtë që diku me, pra, tash me pas në dobi larg me shku, apo, njëri veç shkon me kalkulimet e logjikës. Ose në qovë se fuqishëm epshë e dënë. Apo, se nuk lëviz, apo. Njëri në esin, dënë sen që i ka nga edhe i ka të këndshme, apo. Nërsa mendja nuk e shikon largësin, as nuk e shikon vërtërsin, mendja shikon dobin, a ka hajrën të as ka hajrën. Pa me qëfar kriteri kime jetu apëtën? Me kriterin e jetës e këndshme, apo jetës e dobishme? A kime jetu me kriterin e pushimit, a me kriterin e lodhjes? Ai që dënë dunjon me kalu, me pushim, ja ka huqë. Ai që je për parësi lodhjes, qaj ka me pushu, kjo e regullë. Nefës s'don lodhje, nuk do lodhje. Andaj edhe njerëzit tani kur vinë situata caktume për punën e fesë, tentojnë që fenë me përshtat me kërkesat e epshta. Sa të ka mundësi me konë përputhe me që të vinë e rahatis. Do një jetë këndshme, një islami cili do në asë ngucësh, asë ki problem, asë nervozon kërkosh, asë kush me mu, sa të mund, epse kjo gjithmonë llogaritë të parim me tua, se e nësër me konë po gjithmonë parim me tua, të fesë tona, po gjithmonë, asë islami, kërkosh tani nuk bën problema, po. Një islam që për shembull s'ka farze, s'ka harame, s'ka problem që dush me bo, që islami tani, veç me kohë rahat, veç mos të dikush, mos më thot dikush për shembull je kështu. Një islam ka gjatë butë, ka gjatë që përshtatet me çdo situatë, me çdo kohë, për shembull. Është pa mos vëllai. Se nga si ja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, non ka pas urtësi, butësi këto me arritë prapse. A ka mujt mi kënaq këtë kurrë të Mekës? S'ka mujt vëllai, nuk ka mujt. Prandaj nuk e ka zgjedh këndshmën. E të rahatshmën, por e ka zgjedh kanë dobishmën. Çka është? Dhe Allah i ka thonë pejgamberin fastaqim kama umirt. Rrin në rrugë që të kenë mësu, jo që të përshtatet ty edhe. Ta është të përshtatet me të shku në Medinë, s'përshtatet, ama Zoti ka më dhënë. Prandaj të rrezë thot Ibn Qayyim rahimahullah,
kjo është, thot, mahallu el-ibtilai shar'an wa qadaran. Do të thotë përplaset njëri edhe shëratikisht edhe në kuptimin e kaderit. Gjithmonë çto do janë dy pika se kujt kimi dhon për parësi. Thotë njëri kur të bëhet mëngjesi e kupton se a ka fituar ka hupa. Do natën në errësinë e dunjos nuk kallakon shkon sapi, nuk dihet fort. Edhe a ka pas hesap që i ke dhon për parësi kësaj pune s'ke pas hesap. Dunja fort nuk dihet apo. Ama në sabah kur çel sabah kimë marr vesh që hesapet i ke pas në rregull apo. Pastaj të nëzër, Ibn Qayyim rahimahullah mas kësaj qasje, tash kalon me një kënd tjetër lidhe me dashurinë. Çka thot Ibn Qayyim rahimahullah? Do me kallëzu se ti e ke bu këtë radhitje, ti e ke bu këtë rangim. Allahu është në pa në kushtimisht në kokën e piramidës atje, dhe pe atjet menaxhohet krejt pastaj fuqia e dashurisë që ti e shpreh ndaj të tjerëve, prej kokës. Dhe Allahu te baraka o taala duhet për shkak se është Allahu. Dhe këtë dashni asnjëherë nuk e përcakton as rreziku, as prova, as urni, as ndonjë kurrë absolutisht. Është dashni që njeriu gjithmonë është në shtim me sipër. Edhe sprovat ja shtojnë Allahu dashninë. Ja shtojnë besimtarët dashni për Allahun te baraka o taala. Nëse den me menaxhu edhe me sprovën atë. Prandaj kjo është e para. E dyta të vëllezër është thotë Ibn Qayyim rahimahullah se janë dy çështje me rëndësi që nëse njëri di me menaxhu i ndihmojnë në këtë rangim. Pse të ato dy apo? Realisht e kemi përmend më herët se çështjet kthehen krejt e libri, realisht kthehet në dy pika apo. Por Ibn Qayyim rahimahullah herë ka përmend me këtë titull, herë me atë titull, herë me këtë apo. Atë fillim kemi thënë se çështja kryesore është e ndërtuar në dy forca. Forca e dijes dhe forca e bindjes. Që lëviz, forca e lëvizjes, forca e dijes dhe forca e lëvizjes. Ai pastaj më vonë në kapitullet e mëvonshëm e ka përmend me një emërtim tjetër, por që kjo është baza. Ka thonë dashuria, el hubbu wal irada. Dashuria dhe vullneti. Dashuria dhe dëshira. Të dyjat apo. Tash të ndodhur. Çka i rrezikon këto dyja? Këto dyja çka i rrezikon? Tash jena të shku ndërtimin do e bëj dhe e dyta duke largu të gjithë faktorët që na pengojnë ndërtim atë. Dashnia çështu ndërtohet me çit domthon radhitja dhe me këto kuptime që i përmend do sot do të kemi më të kaluar do të përmendën të ardhmen inshallah. Çka i rrezikon këto dyja? Çka rrezikon dashurinë? Rrezikon epshi. Dashin dhe Allah të barë të kushe rrezikon. Epshi ato. Veç. Ndërsa çka rrezikon vullnetin dhe bindjen? Dilema. Dyshimet. Prandaj, domthon për me eliminu epshin, duhet dashni. Për me eliminu dilemën duhet ilm. Duhet dija. Çto janë sa që na duhet? Na duhet dija e na duhet dashuria. Na duhet dija edhe duhet dashuria për Allahun te barekuta. Këto dy janë ato që apo e godasin më shumti pjesën edhe të dashnisë edhe të diturisë, tash dilema edhe epsha. Prandaj besimtari për me i ruajt këto dy nga goditjet, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, duhet gjithçysh, duhet gjithçysh krahas dashnisë, krahas miqësisë, me pas të aktivizuar edhe armiqsinë për rujtjen e dashurisë. Do nuk ka mundësi me u mirëbëj dashnia pa urrëtia. S'ka mundësi. Do nuk mundesh me dash diçka, a mund se urrej kërkon. E s'mundesh ato. Kjo thotë është ligji i Allahut azh. Nuk mirëbëhet kjo. Do për me rujt imanin, duhesh me urrit kufrin apo. Duhesh me urrit. Për me rujt njëshmërinë të uhidin, duhesh me urrit shirkun. Nuk mundesh për shkak të thonë çera unë s'kam punë me shirkun. As për zinatja, unë e du veç të uhidin, s'mundesh apo. Është konstatim i rëndësishëm. Prandaj Ibn Qayyim domthon thotë se në Kur'an kjo është rregull kanor.
që Allahu te bareku teala sa herë kanë nxitur për dash diçka, paralel me këtë ka përmendur edhe shëmtin asaj që duhet më urrejt, jo për shkak të urrejtjes, po për shkak të dashnisë. Ne nuk e urrejm kufrin për kufër, po e urrejm për shkak të dashnisë me Allahun te bareku teala. Se smunesh me dashur Allahun pa urrejt mos besimin në Allahun te bareku. Smunesh. E kjo tash më thon shikoj tash që fillon tash sa më shumë e don Allahun te bareku teala i thot këtij njeri, apo ti s'ke çfarë pa urrejt gjuna nga kia, se s'funksionon apo. Nuk funksionon. Sa të shton kët, shtohet kjo. Paralelisht apo patjetër. Thot edhe thot kjo është ajo që realisht e përmend Allahu Azza wa Jall në lidhje me Ibrahimin alayhis salam, i cili thot Allahu për të në surën Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi, kur i tha Ibrahimi alayhis salatu wasalam babës dhe popullit të tij, innani bara'u mimma ta'budun. Unë distancom nga këtë që ju jeni të adhuru. Sonë hiç me ju s'kam punë. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Pas atij që më ka kriju, ai ka mëzu. On pe aty nuk distancona. Që ka mas pari ka pas distancim, ka pas largim. Largimi është si pasojë çfarë fuqie e përcakton largimin? Urrejtja. Urrejtja apo lënda djegëse e largimit është urrejtja. Sa më shumë ki urrejtje, më larg shkon. Që kjo është lënda djegëse e largimit. Lënda djegëse e afrimit është dashnia. Sa më shumë don afrosh. Kjo është rregull është. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah se Ibrahim alayhis domon me fuqinë e distancimit apo e ka përcaktuar pastaj distancën e afrimit me Allahun te bareku teala. Që nuk ka dikush që më fuqishëm është distancu nga gjërat e dunjas se Ibrahim alayhis. Për të s'ka dikush më afër se Ibrahim alayhis, Khalilullah apo. Shikoj për të distancu nga çdo element që ka mundësi dikon me shkaktu problem dashni, ka qenë i gatshëm me djalin me thirr. Kjo është më maksimumi. Apo maksimumi apo i kësaj apo. E kët po them tash po quhen kështu apo. Kët menhaj të Ibrahimit alayhis salam, Allah shpër ka thujt apo wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Ibn Qayyim thot, me shtat Allahu na thot se kët fjalë Ibrahimi alayhis salam na dha në emanet që gjithmonë me kët kthehemi tek Allahu te bareku teala. Do la'allahum yarji'un. Sar dilni nga binarët, sa të largoni nga binarët apo kthimi është me fuqinë e kësaj fjale. Sa është kjo fjalë? Kjo fjalë që i ka i përmbledh të dyat, edhe dashnin, edhe urrejtjen. Çfarë kjo fjalë? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Andaj fillojmë me kemi kallu tash, për la ilaha illallah, ko gja gat me fol, se kjo fjalë rëndësia e saj, pesha e saj, dobia e saj, edhe se kjo është fjala e Islamit, edhe se kjo është çelësi i Islamit, çelësi i xhenetit, në bazë saj njerëz dahen në të lumtur, të ndërshtuara, të suksesshme, të humbura. Do të fjalë si kjo që din me fol për në temë caktuar për la ilaha illallah, edhe thot Ibn Qayyim me një pjesë sa i thot wa ruhu hadhihi al-kalima wa sirruha. Thot duani me ditë se shpirti i kësaj fjale dhe sekreti i kësaj fjale është, domethënë dashnia për Allahun te bareku teala dhe madhrimi ndaj tij. Don baza e kësaj fjale. Ç'është më thon, ajo që jep gjallëni kësaj fjale është dashuria dhe madhrimi. Që kjo madhrimi është urrejtja. Nëse njerëzit kanë shpirt për Allahun, ti e urren shpirtin, ti e madhon Allahun, subhanallah, Allahu sa që shtopën. Ç'ka është madhrim? Ç'ka është tadhim? Prandaj emrat e Allahut xhella wala të ndonjë çdo dy pjesë. Kuptimi i emrit të Allahut ose është kuptim që përmban me sa dashni, ose që përmban me ti, çka? Madhrim. Sikur se Allah ka thënë: "Tebaraka ismu rabbika dhul jalali wal ikram." Allah është dhul jalali wal ikram. Dhul jalal madhrimi, ikram dashnia, se na kanë dhëruar, na kanë domon, ne ja dojmë. Prandaj këtë sillet këtu, apo dashuria i ka burimet e veta që ushqet me të dhe madhrimi i ka burimet e veta që ushqet me të. Madhrimi ndaj Allahut xhalla wala ushqet përmes shëmtueshmërisë të kundërtës. Sa më tepër duket e shëmtuar e kundërta madhrohet Allahu xhalla xhelalu. Normal. Se të nëzë, mëkatimin dhe Allah Gjelle Wala në esencë bëhet se ma kaderullaha haqqa kadri.
se kam vlerësuar Allahun sa duhet. Vallahi se më vlerësoj s'ke bosh, çuçi bën ti barazon Allah me lat në uzonti. Ku është Zoti apo? Për sa? Pa i shpirti kësaj fjale që bën këtë fjalë funksionale është dashuria dhe madhërimi. Andaj e kemi thënë këtë seri ku përmend se ne tash kemi nevojë të ndosë apo. Domthon me i bë funksionale kuptimet e fesë. Faza e parë është ndërtimi, nëse faza e dytë është funksionimi. Ke pasi kur shpinë e ke ndërtu, tash funksionalizoje, hen banon të pse e ke ndreq. Apo edhe ne po mundohemi me ndërtu Islamin tonë me kuptimet e duhura. Që ato kuptime funksionalizojnë tash, shtinin punë. E pse i ke ndërtu, që atë vjen ato kuptimin e sesion funksionale ato. Funksionimi i imanit, funksionimi i vllaznisë raporteve. Që më kon funksional, nëse funksionon. Na e kanë kuptuar që na vllazën. Okej, kjo është më rëndësi. Tash, a funksionon kjo? Kjo punë tjetër është. Pa sot na muslimanët nuk është problemi të la ilaha illallah me thon. Madje elhamdulillah edhe për shkak të shumë ndoshta shpjegimeve edhe kushtet sot janë të njohura të shumë musliman. Pra a musliman më shumë i din kusht e fjalës la ilaha sa ta para 100 vjet apo. Dihet apo. Okej, kena kuptu kushtet, i kena kuptu. Tash funksionizoj apo. A mundesh me dasht Allah me la ilaha illallah? Çfarë më thënë Allah? A mundesh me emanu Allah me la ilaha illallah? Kjo fjalë Ibn Qayyim thot i ka, domthon mjaftu shumë mekanizmat që duhen ty për dy pikat apo. Me la ilaha illallah edhe dëbohet epshi, por edhe dëbohen dilemat. La ilaha illallah mëson me dasht Allahun te bareka taala, sa ma e fuqishme dhe ma funksionale la ilaha illallah, realisht epshi është ma në kontroll. Se kjo fjalë thotë Ibn Qayyim rahimahullah ka kalu qetë tokën apo. Është më e madhe se qetë toka. E më e madhe se epshi apo. Po s'është funksionante, funksionalizoje. Mund ti fuqinë ki mrena, po e ki të përgjumur. Nuk je tu e pa çfarë fuqie edhe çfarë domon mundësi e ki mrena vetë sa. Ai kanë unë thon disave kur kanë sa probleme caktuara, i them të fuqinë ki mrena, s'un tallo për jashtë, ti mrena ki, po e ki të përgjumur, ti ushtar ti flajton, çepi gjumë të burr. Se i ki ushtar. Nuk ka vezvese, që shejtani ka mundësi me hudh mbrana vetes tonë e që ka mundësi me deportu kur ushtarët janë qut. Pa mundës më është. Por na i shtim gjumë ushtarët. Ata pasifizohen. Se ti si ki aktiv. Kur si ki aktiv? Pastaj hin vezvese, hin kjo. Hin epshi. Me kon ushtarët aktiv, s'ka mundësi Allah. Shte pa mundës më. Se ushtarët e la ilaha illallah janë shumë më të fortë se ushtarët e iblisit apo. Apo ushtria e iblisit nuk ka mundësi me i rezistu la ilaha illallah, s'ka mundësi. Për atë se kur ta janë gjumë apo. Andaj Ibn Qayyim rahimullah thot besimtari i sinqert në esencë është njeriu që ka jetën më të këndshme. Me domthon la ilaha illallah. Për shkak se la ilaha illallah është ajo që jep jetë. Kjo është shpirti i shpirtit apo. Shpirti i shpirtit tonë është la ilaha illallah. Ajo jep fuqi edhe jep kuptim shpirtit tonë. Mirë po, tash mos se e shkurtova pak la ilaha se ka shumë që më shpjegoj, po kemi shpjeguar raste të tjera mos të bënoj këtë se kaloj në pikën tjetër, thotë Ibn Qayyim rahimahullah tash të ndërtojmë. Na kuptuam ndërtimin. E kuptuam tash sistemin mbrojtës të ndërtimit. Është la ilaha illallah me kuptimet e saj dhe me funksionimet e saj. Tash është një çështje tjetër. Nëse që kjo funksionon që është duhet, shikoj Ibn Qayyim rahimahullah kur flet në vëllezër, ky s'po flet për përvoja. Kjo është ilm, apo. Që për gjithë kjo ka argumenta. Nëse është aktive la ilaha illallah, apo tash kthene pak këtë trajtim të ndërozur në kontekstin e temës tonë. Një njeri ka probleme me gjunahet, nga varësia e gjunave, s'po mundet më do. Veçanërisht tash e kemi marrë nga tersi para kaluar kur u kon, kemi marrë te pika taman e ka zbuluar Ibn Qayyim çfarë është problemi i tij, dashnia, o dashuru fal me ngru. Don son e paramenon, apton e puna është haram. Don ka varësi nga zot na ruaj nga punë tek xhia me gjininë e kundërta. Ka problem? Kjo është problemi shumë njerëz sot fatkeqësisht. Andaj ka varësi e psharaka. Tash Ibn Qayyim rahimullah para këtij edhe
këtë neve që kena probleme nga më ndryshmet, thot, po du me formulu kuptimin e tij. Se njëri të nëzër, një rregull që po jelë thot Ibn Qayyim rahimullah, kullama kana wujudu shay'an fa'alil abdi wa huwa ilayhi ahwaj kana ta'allumu bi faqdihi ashad. Rregull, njëta. Thot Ibn Qayyim rahimullah, njeriu sa më tepër ekzistimi i një çështje caktuar në jetë, sa më tepër i sjell dobi, cili është reagimi i kundërt, humbja e tij i sjell dhimbje. Çaq. Don sa më të dobishme, me dobi të prekshme, të këndshme e ki çështja, për çaq vjen dhimbja kur e humb. A që ky konstatim që është që ky ekuacion normal. Po. Domthon, e nuk ka për besimtarin diçka më dobishme edhe më të madhe sa Allahu te barekuhu teala. E pse s'po të dhem kur pe humb? Thot, kur ti e din se humbje e çdo gjë ka kompenzim. Humbja Allah s'ka kompenzim. S'ka kompenzim. Gjithçka në dunja që humb, ti ki mundësi me kompenzu. Me diçka tjetër. Thot, veç Allah s'ki mundësi me kompenzu. Pse kjo po ndodh kështu apo? Ibn Qayyim rahimullah thot, shembulli i kësaj kategorie është sikur është shembulli njëri të dehur. Don ti i dehur për materializmit apo mësh. Duhesh njëherë me të kalu ndikimi i alkoolit apo. Se ti çon duhet me prun situatë me të dhimbt. E kur jep shenja të dhimbjes, tani unë më vërtetë me don tjetër, pa dhimbje çu më të tratuar. Na shikoj është fazë kogja larg me shku njëri kur arrin në nivel caktuar ku nuk do më çpim apo. Se çpimja tani i si dhimbje. S'do në dhimbje. Për ta të nësat njerëzit, nuk dojmë me jetu pa dosane, se po e i shkaktojnë dhimbje. Ato dhimbje pas të i shtin do tema caktuara, kala nepsh, pjepshit nepsh. Gjithmonë duke u thellu. Sikur se njëri dehur në të. Njëri dehur, për shembull, i dehur komplet. E u me thonë, të ka dek, baba. A gjithë nësë me kajtës kur gjë, tu ka kallë shpija. Sa i s'ka mu ndikim në emocione me kuptu sa çka ka ndodhur. Ai mund me kesh për shembull. Ai mund me kap se ka një tjertë, pa i nuk ka reagim normal, për shkak se tash dominimi i idejes ja ka humb funksionimin normal të tij. Nëse një ide që kështu ndëruar ide nga një substancë e caktuar apo që realisht ja ka humb për momentin vëmendjen dhe vetdijen. Din që kaq me e shkput emocionalisht nga çdo humbje. Që ka të normania për shumë nga dehja me gaflet e me gjunah për mërsh. Atë në që kur nuk shpijet njëri, apën, so gatë mund me e qu për shumë për pa ndi dhimbje për qaj të hub të lopët. Prandaj edhe e ka përmen, thotë se sa ma godit se e bën la ilaha illallah, këndelësh në dunja ma shpejt. Kur këndelësh, thot Ibn Qayyim rahimahullah, i shet do realitete që si ke pa kur e kuni dehun. Sa ma shumë i shet realitetet, ndryshe pozicionohesh apo. Njëri për shembull të nuzë, sa ma tepër e një Allahun te barekuhu teala. Ama bën gjuna, ama pak ma shumë bën gjuna. Jo s'ka mundësi apo. Njohje kvalitative apo njohje funksionale, jo njohje formale teorike apo. Po derisa, domethënë disa njerëz, vdekja është ta që jo nxjerr çpijen apo. Veç s'ka ndonjë diçka që ka mundësi me i çpi, me i lënë nga dia pas vdekjes. Kur vdekja wa kashafna anka ghita'ak. Allah sot në kafat kur vjen vdekja, hiqet perdi atë. Kashafna anka ghita'ak. Basaru kal yawma hadid adraki shikimin veç atë ku e pash ka kafa. Çka është? Pande o këndelu me la ilaha illa në dunja, o këndelësh mas la ilaha illa pas të krymë punë mu. O funksionizë sot e bëne praktike, e këndelu, e këqyri do realitete, ose kime shku dikun të tërpën. E qartë? Andaj thot, Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu xhalla xhelalu në këtë dunja njerëzit, domthon, au ka dërguar Allahu njerëzve edhe në këtë dunja goditje
për këndellje? Po shumë. Jo veç me udhëzimet e duhura, jo apëton. Po thot, Ibn Qayyim rahimahullah thot, fatabaraka men hammala hadha al-khalq ad-da'if bil alamein. Allahu xhalla wala I ka prek njerëzit me dy dhimbje, të cilat janë të mjaftueshme me këndell. Por përmendon njëri aq është I gatshëm me e dru dhimbjen për shkak të dashurisë saktuar, saqë as edhe nuk këndellën. E kjo është problemi. Cilat janë këto dy dhimbje? Dhimbja por është dhimbja humbjes. Se në këtë dunja me çka do që të lidhesh, rreziku me humb është çfarë me pas. Por sa është mundësia që unë që telefon me pas një javë ditë trutën, që mundësia që mos me pas një javë. Po, se një rshitje pidorës thajet, se ki mo. Minimum është 50-50 apo. Nëse lidhesh me te, apo do në këtë telefon, minimum, 50% vjen knaci, 50% çka vjen dhimbje. Gjithë shka në dunja që kështu, minimum e qka që apo. Nëse lidhesh me diçka në dunja, me çka do të lidhesh apo? Minimumi është 50-50, minimumi është apo. Mos thua që mundësia e humbjes është tani shkon të rrit. Se sa më tepër lidhesh, dhimbja nga humbja shtohet. Rregull në dunja është Allah. Ibn Qayyim më ka thënë që edhe me iman, edhe me la ilaha, edhe me laps kur të llogaris nuk ta qet me kongjunat. Sa qet Allah. Unë ta shpjegoj të thash me fe. Po ta shpjegoj me men, kalkuloj aftën. Aja vlen me thot Allahu xhallahu shiko, thot fa tabarak Allah. I mandum kuft Allahu që këtu I kalon këto dhimbje, si ka hek aftën. Me të mojt të këndellëm. Kë këndellja parë është këndellja dhimbjes nga frika e humbjes. Sa vlen me Allah aftën. Ton këtë më pas ton këtë dhimbje, heqë që hapsha. A shka këtën këtë dhimbje dashnia për Allahun? Ja kur. Sa e sum kurat. Andaj jeto që atje burr. Faqja nuk zgjenjen. Prandaj me çit kuptim Ibn Qayyim Abu Bekri I ka zbut dhimbjet për vdekjen e pejgamberit sa po. A ka pas dhimbje? Dhimbje që I ka qit pej sistemit. Ka u prish sistemin në Medinë. Po. Për moment s'ka funksion sistemi. S'ka funksional. Qysh e ka rikthy sistemin në funksion me Abu Bekri? Me çet realitet. Kush e ka adhuru Muhammedin u dek, kani vajtani, çfarë ka dhënë? Kush e ka adhuru Allahun suhu pa bër, Allahu sala. Ju këndell me nerv. Për shkak se subhanallah, si të kthesh në bazë këndellesh, restartor gjithmonë. Ktheu në bazë. Veç dashnia për Allahun xhallahu ala, domthon realisht nuk ka dhimbje. Veç frika ndaj Allahut nuk shkakton frikë. Frika ndaj Allahut shkakton dashni. E vetmja frikë që shkakton dashni është frika ndaj Allahut te baratan. Veç. Prandaj tash si argumente që e fuqizojnë arsyeshmërinë racionale me qenë I lidhur me Allahun te bareka o taala. Dhe pastaj thotë Ibn Qayyim, e dyta është alamul adhab. Edhe shpesh herë ka ndodhur njerëz që Allahu I ka dënu me çato që lidhen. Që të piqati kë burimi I shumë sprovet njerëz ka pikër për pjesë ku ai u lidh me të më shumë. Ose me tradhi, ose me mosmirnjohje, ose me zhgënjim, ose me çka do koft, ama piqati të ka ardhur zakonisht apo. Me të kallzu Allahu te barë se prej që ty këdosh me koni fort, borën të pësje juta. Prej që ty këdosh ti me e bo, me përsaktu, burimin e kënaqësisë tone, prej që ty të vjen dhimbje jute. Se është ligji Allahu xhallahu ala që çka do që duhet pos Allahut nuk sjell kënaqësi, ka më sjell dhimbje atë dhe mundim. Ligj. Andaj Ibn Qayyim bënim gazohet këtij njëri ti. Çfarë lopton? Ti në çato që je, në çat kënaqësi, ti I dehun. Se ti ke dhimbje, ti veç kur të shpihesh ke pas so I rrok ti atë. Po këto rrugës si ke ndi sa e kuni dhimbën, sa e kuni dehur. Sa ma herët këndellësh, ma let pastaj riparohesh. Sa ma vonë këndellësh, ma fti riparohesh, po ma di komëzë që nuk riparohesh heq, se këndellësh të vëndë shmaftën. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot ullu dhe mena, fe arid ala nefsike, adha me mahbubin lek. Që më shëli sy, thot Ibn Qayyim dhe mena, qka është me dashna për ty në këtë jetë? Çka do të qoftë diçka që kim më dashur, më shëli sy çka kim më dashur. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot edhe parmëne me të hupa. Sa është? Parmëne me të hupa. Thot çka bën? Një moment, domthon ka dhimbje ose ka
Mirë po, gjithmonë krijon opcione, opcione të kompenzimit. Kompenzimit. Para mëna për shkak të vëzër, kushtimisht po them, në njëri, çka kështu më mos me konsunet e pejgamberit sa senë. No. Shkom topt. Po nimeti më i madh është suneti i pejgamberit sa senë. Është nimet i madh që kena pas besimtar të përgjithshëm e besnik na e kanë përcjell kuptimin praktik të fesë që mos hup kuptimin teorik. Është nimet i madh. Veç para më mshë syt. Jo, është ankth. Është ankth. Çka më i bëjmë pasunetna? Asun folëm, asun gjinuim. Kur s'ki çka bën, as kur gjë pa isunë s'ki çka bën. Ton këtë begati se çon peshton do të mjek hadithet apo. Allah kjo, a di më sinqerisht sa kuptoj këtë çmenduri vëllai. Kjo çmenduri me menu me kuptu fen pasunet. S'funksionon Allah. S'funksionon. Nuk kur s'funksionon. Wallahi, apo të thonë. Atë me për shkak veç mshëni syt edhe i ki pajisjet e shtëpia. Për shembull telefonin, ki kompjuterin që punon, e ki frigoriferin, e ki frizin që ka sa në mbrana, ki këto flat ban. Veç para më në ndryma njëtë, ja u problem çish më pri an çabot, isme që ku më telefonin, prishën sa në frez, ku kanë një çini komplikimi shkakton veç se një javë diston rrim apo. Më thënë se njerëz më thonë që para mos më konsul. Çabot Allah. Nëse që kaq të rëndit edhe i numëron pasojat e menjëhershme të ndaljes së rrymës për një javë. E çka më tonal suneti pejgamberit çka bëhet asni? Po të merrmë, po kaos bëhet këtu më. Po s'ka umet më. Nuk ekzistojnë pasunetna, nuk ekzistojnë në pasunet. Nuk ka umet musliman pasunet, nuk ekziston asnjë. S'ka mundësi. Nuk qëndron kjo din pa Buharinë e Muslimin, nuk qëndron Allah. S'po si njerëz, si vepra që ne i kanë përmbledh hadithet, nuk rren Allah. Veç me përmenu të merrosh, ankth kop, s'merr gjumi. Më çuni për skfjalti, e më thon do të më hiq. Po to është merr Allah, që normal mëre. E çam i bu festani. Ç'më kuptu në Kur'anin pasunë, ç'e kuptojnë Allah, ç'a bëjnë pa këtë punë. Wallahi me tek Ibn Abbasin të merrosh. S'tin tefsir që më bë. Pa Ibn Abbasin, a din sa të errësohet tefsiri, veç Ibn Abbas më, pse ka sahabe të tjerë ka. Po heqë veç Ibn Abbasin të merrosh me Allah. A din sa ka ajete që përcaktues i kuptimit të tij është kuptimi i Ibn Abbasit. Se ka thon pejgamberi sa për këtë punë. Ibn Abbasin me hek na neve na errësohet. Na prishën sa të keqja kemi një jetë Allah. Ne më me kësë në pejgamberit. Ne thotë më kemi më shëri ka ashtu kuptoj afton. Apo me hub çka çabot. Mirë me Allah, po ti ku ti më shil me hub Allah çabot, apo të kujtohen çat prishet në dynjë. Ti më të ndon rrymë apo të kujtohet të prishet mishin në frez atje. I vjen era në shtëpis, e i vjen kjo, apo kupton? Por ne shkon në udhtim dikon, edhe të karon mend tash larg aty në udhtim, s'ki çu më art, karon mend që e kanë rrymën të shtëpia vet. Apo, neve na kanë ndodhur, ta të veç thosh ku shkoj. Ai ndal ta, au bo kja, 100.000 gazepe, në siklet i apëton për 2 ditë vënes. Pa mirë, mosh ne më mshin syt më që kam harruar me bo këtë punë Allah. Nëse se ke bëu dhëkër na thon. Çfarë tu ka prish një jetë Allah? A haton ti këtë prishje? A po kuptoni krahasim as njëve? Që kjo është gjallënia, që kjo është funksionimi, thotë me kamerë. Pa që të funksionim, më me të ngjallë Allah, ndosh ti i deg ti. Prandaj është një poezi që ka vënë me kamerë Allah, thotë apo domthon, nuk ka mundësi njëri i vdekun me një dhimbje të plagave. A ka mundësi? S'ka mundësi Allah. Se ajo që ka qenë, pamonej, ai njëri vdekun to përmas se ka mujt me qorrua. Fanta çorrën dash rodheu kur ja punaj mo, si krim punë ti kuç. Apo? Andaj kur i vdekun do të më ngjall Allah. Do të më ngjall, do të më kyç, se ti je kyç më thon. Andaj kyçja bëhet te dashuria me këto kuptime. Dhe në pjesën përmbyllet sot apo thon, te përmbyllëm. Me Kaim rahimullah tash thot te kjo çështja që ka të bëjë domosme, te çështja që ka të bëjë me që të mendim, që shto po kam qef me lidh këtë kapitull se besoj që është më rëndësishëm. Kapitulli vjes fillim me Kaim tash e ndërtuam tash një për Allahun azza xal. E ndërtuam më lart poshtë, kuptuam funksionimin e keq apo. Tash e bjen domthon pjesën tjetër të historisë.
me dash dikon pas Allahut apo. Para na krejt që të mund, krejt që të ndërtim, që javlim veç për Allah me bo, dikush me bo qështu njët, veç për dikon tjetër pas Allahut. A kupton ti që një të bomë Allah. Andaj Allah thot, në që ka njerëz, wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ka për njerëz që kanë marrë idhuj pas Allahut, i dojnë qysh e dojnë Allahun azza jall. Domthon se paramendojnë jetën pa ta, siç se paramendojnë besimtar pa Allahun. Domthon mërziten për ta, i dojnë këtë. Ta thësh me mshël syt më paramendoj për shembull me pas di komend Allahut azza jall. Ja më smojnë, nuk moj. E po ruje pra. Ruje pra se domthon çetojnë ato që ta prishin në raport me Allahun, micin me Allahun që ruje. Nga se është rreziku fa saufa yati lahu biqaumin. Nga se nëse ti nuk e ndërton çështën jetën tonë me këtë kuptim të la ilaha illallah, me këtë bërtham të kësaj fjale, fa saufa yati lahu biqaum, yundron Allahu azza jall. E bën një popull që çka bën ata? S'ka thon falën, s'ka thon gjë, ja, yuhibbunahu. E dojnë Allahu azza jall. Do yuhibbuhum fa saufa yati biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. I dojnë Allahu azza jall, edhe ata e dojnë Allahun te barotala. Që ka përmend elementin e dashnisë. Në problemi pse ju kanë rrugë kallon se keni dashur që duhet. Shka duni tjerë ta. Allahu na ruaj, tash është derdhë e kërcënimit. Shka, domthon, unë po them që ti ki mjaftueshëm me qindra arsye ki me dash Allah më shumë ti. Apo. Ti s'po ki mundsi me një dashni të Allahut, domthon po ta sfidon dashninë e Allahut, dashnia për nisan dunjos. Po ti çka ke bëu të tash ti Allah? Para mi fol vetë çu Allah. S'po ka mundsi karishti haram me dash Allah më shumë se haram, s'po më me dash ta. E dështimet e vazhdueshme në këto betejë, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, e sillin pastaj ligjin e zavendësimit apo. Kjo ligj funksional deri në kiamet funksion. Apo. Sunnatul istibdal. Allah i bën istibdal. Indron Allahu azza. Me çka indron? Ata që kanë me ardh, çka kanë me ata? Kanë me dash Allahun më shumë se çka keni dashur ju. Që kaq. Keni dështuar dashni. Nuk e ditë me mdash ç'është duhet. Prandaj veç përmenaj pak që taptën. Edhe me ndru Allahu xhallahu për kamerë Allahu subhanallahu. Me ndru Allahu xhallahu për këtij kuptimi, për kësaj sofër më mçit për çka? Për një natë tamin, për një kibër tam për vetë pëlqim tam. Ja mar Allah, po jo mar unë nonën apo kupton? Ha çka është apo? Ama kur të mshël sy dash apo? Ama ai si mshël syt i gra me i natë, e me kibër, e me këtë punë, me këtë çka, me dal vit, ani veç çet për sofër tam. Se kom paramenu kur, e pas se ke paranu kur, se si kem shilë sytë kur, apëton. Shani si veç paramenu, qka më qitë më vituet Allah? Ani, qka bëhet nëse fitaj? Që kjo bëhet? E qka bëhet nëse më qetë? Më sobër me matë? Qka bëhet nëse fitaj? Knatësie për kashme, okej, u kry. E tani, dhimbje, munim, e kështë më. Qka bëhet nëse, i thëmë, kësa jo parlam, dashni, jetë e lumëtën. Andaj njeri ka nëvej të nëvëz me bëhë kësi laj, gjithmonë, domthonë kësaj lloj krahasimesh atë çështë lloj testesh apo. Madje këtu më kanë marrë në fund të kësaj kapitine, ka shpjegim pak më gjatë që ka vë, e ka përmend Ibn Qayyim rahimahullah edhe rastin e Omerit me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Non kur s'ka besu për juve, derisa nuk jam unë më i dashur te kaj se pasuria e tij, vetja e tij dhe familja e tij." Omeri ka njerëz sa ty du më shumë ti për një vetë s'kon, le amër. Ja, edhe këto duhesh me hek, më shumë se. Ka njerëz sa ty du më shumë se edhe vetja ime. Edhe se vetja ime. Për shkak se Omeri funksionimin e ka pas më të shpejtë se naftën. Na do të më mshël sy, do të më menua thon. Ati vetë si ka thonë këtë mendje ka kuptuar. E heqë që mos koma, e kuptova. E mora vesh, e ndrojnë me nerë këtë punë. Veçi ka kuptuar çka i bën me dash vetën Omeri më shumë se pejgamberit. Realisht kush Omeri pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka ju mund e patyr ose shumë kurrë çfarë. Tash ti ai më i dashni për mua. Ama kjo don me i mshël syta. Çka nëse për shembull Allahu na fal të vëzë njëri neglizhon për shembull dhikën e sabahit akşamit. Edhe Allahu xhalla wala e dehin këtë pikë, si bën mend më kur kjo punë apo me vite s'bën dhikën. Ja a'udhu billah. Apo bën e pro. Bën e këtë punë. Po unë marr Kur'anin për shembull se qel. Ai sot ai nesër na bë. Ani tam shël atë.
edhe s'bjen men me qilë, me vite s'bjen men me qilë. Ka njerës të kujtojt, a ke pa, ka i badit që të kujtojnë, kur të dikush të vallë, po, pse të ka dopi mene, pse keron test, keron provime, prandaj të mëllëzër, kejtë që to aktivitete, kejtë zgjim, realisht, këtë goditje, e sjell funksionimi i fjallës la ilaha illallah. Kejtë problemet e gjumit e dehjes e sjell mëkati. Çdo mëkat është një dozë e caktuar e dehjes, mund të jetë e vogël, po dojen me pi pak ka gjatë dehja, ka do gjunohë që me një ka gjatë tërlan, ka do ma pak, varsisht, ndalën për njërit nga situatë në situatë, varsisht që shë e merë zamra, që shë pranën epshi, varsisht për kësa. A njëri se që shtë i të të njërat apëton, Allah, dyshe si, dyshe me nënë. Dhe, pasaj në kapitujt, përfundim jemi do, të kësaj, i mëka i më rëmënat është përmenë se, realisht, në përmbyllet të kësaj teme të ndozër, i mëka i më rëmënat përmenë se, gjithçka, deshte. Unë po t'i shpjegoj këtë punë, unë po formuloj kuptimin, s'po them që po ta shpjegoj. Unë po t'i kallëzoj rrugën e duhur, ku ti edhe në dunjë kënaqesh, edhe në ahiret. Përndryshe, nuk ki mundësi me dal nga ky rregull i dashnisë. Ja për Allahun, e në emën të Allahut xhallahu ala me dash tjertë, apo ose dashni që është dash në shku tek Allahu, ka më shku tek njeri, ka më shku tek objekti, ka më shku tek toka, dikun ka më shku, se Allahu xhallahu ala e ka kriju brumin e kësaj dashnie në ty, që tash ti duke e përpunu e kthen ku duhet. Se kthen ku duhet ti kemi shku dikun tjetër, patjetër. Për shkak se thotë më ka imëron në kapitullin e vijus, është pak më gjatë, po veç si përgjithësim po e bëj tani ndoshta pak e shpjegojmë në ndjesën e ardhshme inshallah, thotë se gjithçka lëviz me dashni apo. Thotë lëvizjet e krijesave janë 3 lloje, subhanallahu. Çfarë studimi më? Thotë lëvizjet e krijesave janë 3 lloje. Kemi lëvizje vullnetare. Njëri lëviz vullnetarisht me dashni. Për shembull, nëse sart lëvizje me dhëm, nuk lëvizje vëllai. Apo. Po lëvizje me qef. Pse po duam me lëviz. Apo me dashni lëvizje vullnetare. Ka lëvizje natyrshme normale apo. Normale. Dhe ka lëvizje të detyruara apo. Ibn Qayyim rahimahullah thotë, lëvizja vullnetare është e ndërlidhur me dashurinë. S'mundesh me lëviz nëse urren. Me vullnet jo. Vullnetarisht njëri lëviz a me urr, s'mundesh. Përveç nëse ka dhimbje, por dobi është më e madhe, don dashnia prapë të viz. E këto tjerat që janë domethënë e natyrshme edhe e detyrueshme, e këto që me dashni, po edhe këto me dashni domethënë. Nga se kodrat, qielli, toka, kjo që ka krijesa, a lëvizin këto me dashni? Po, këto jo me vullnet. Por kush i lëviz këto? Allahu xhallahu përmes me lajkave. Apo. As-safati saffa. Ka për Allahu rrotë me lajkave. Apo. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta. Me lajka çka bën? Me lajk i furnizimit, me lajk që mirët me dillin, me lajk që mirët me me lajk Allah e ka bën. Ato realisht menaxhojnë lëvizjen e krijesave me urën Allahu te barekuta taala. Me lajk thotë me kaimë rahimullah, në esencë lëvizjen me çka? Me dashuri. Prap domthon në piknisje të lëvizjeve është dashnia. Në gjithçka lëviz. Pse po ta thotë këtë më kaimë rahimullah? Se po më zgjon ta shumë këtë pikën e lëvizjeve sa kjo është tim vetë apo thonë që don me lajka që lëvizin, po do të thonë të vëzën se i më kaimë rahimullah më të kallzuar nëse. Domthon. Dy sanë në përfundim. Dashuria si krijesa e Allahut azza wa jall, po them se krijesa Allah ka krijuar. Dashuria si krijesë është vendimtare në jetën tonë. Prandaj, nëse e ushqen me çka duhet, edhe e orienton ku duhet, s'kemi pas probleme pyetjen që ke bëu. Nëse nuk e ushqen me çka duhet dhe nuk e orienton ku duhet, kemi pas probleme. Ama nuk mundesh pa ato se kjo është baza e çdo lëvizje. Prandaj, nëse kena probleme me mëkat, kena probleme me plagështi, kena probleme me dembelin në ibadete, në esencë kena problem me dashnia. Nëse po pa dashni të duhur me këtë kuptim, lëvizin gjërat. Kudo që ngec dashnia, ngec edhe pastaj lëvizja me tutje. Se gjithçka lëviz me
në bazë të kësaj dashurie që Allahu xhallahu ala e ka krijuar. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, "Falawla al-hubbu", mos me kon dashnia, "ma darat al-aflak", nuk lëvizin as planetet, "wala taharrakat al-kawakib wan-najirat", as yjet e ndryshme nuk lëvizin, kurrë as era nuk fryn. Kush i fryn erat ato? Meleku i autorin për fryma. E çan erën apo? Me dashni, në shtrim te Allahu te barekuhu teala. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah po të më të kallëzu ke parë se fuqia e dashnisë është realisht e mjaftueshme me të zgjidh krejt problemet edhe me të lëviz në tim e dur. Kjo është e para. Dhe e dyta mos më harroni vëllazër se Ibn Qayyim do më na kallëzu se nëse gjithçka përreth nesh lëviz me dashni, apo edhe kur lëviz me dashni ka rregull, i vetmi që po e prish këtë rregull dashnisë e te apo. Edhe gjenet. Për çka po prish këtë dashni? Shiko, këtë sen kur lëviz me dashni, a ka rregull? Po, dielli. Shiko sa kosmos i bukur. Shiko sa është natyra e bukur. Pse lëviz me dashni? Që ashtu ish bosh edhe jeta jote e bukur, e këndshme, lëviz me rregull kur kish pas dashni që duhet apo. Momenti kur këtë dashni e ke orientuar ku s'duhet, ja ke apliku që duhet, ti ke po fesad. Për Allah çfarë thot Kur'an? "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha". Mos bëni fesad tokë, mos e prishni tokën pasi e kemi rregullu. E kemi rregullu me besim, e kemi rregullu me dashni, gjithçka me dashni, gjithçka shkon mirë me vullnet. Ti e ke ndu orientimin atë, ti e ke prishur me mëkat atë. Prandaj dashuria ndaj Allahut te barekuhu të kthen në sistemin e krijesave të përullat të Allahut azza xal, të cilat në lëvizje tyne shprehin bukurinë. Bukuri. Deti është i bukur kur të qetë, jo kur të trazuar. Është i bukur. Toka është e bukur kur të qetë, jo kur të lëviz, ja, kur bën tërmet nuk është e bukur apo. Ai gje bukurinë e kësaj dashnie në krijesat përrethëje. E thuj pse veçon e pedridhje për burr. E pse veçon e për lëvizje. E pse veçon e për prish apo. Andaj ky kuptim është shumë i thellë, që jam e kuptuar se çfarë ndikimi ka dashuria dhe sa është e fuqishme dhe sa është e rëndësishme dhe sa është e bukur nëse fillohet nga Allahu dhe prej tij pastaj derët të krejt bota. More prind, gru, fëmijë, pasuri, shok, këtë çka ka prej atëve e dojmë për shkak të Allahut dhe për shkak se na çon tek Allahu te barekuhu teala. Për çfarë punojmë? Kjo është strumbullari i jetës, dhe kjo është esenca e çelësi i suksesit në jetën, vëllazër, që e menaxhon tërë këtë sukses dhe e funksionalizon kush? Fjala la ilaha illa Allah. Ky kuptim është sinqerisht i domosdoshëm, i rëndësishëm dhe elementar për çdo ndërtim dhe për çdo ndryshim. Allahu na ndrof zemrat, na mbush dashni për të, e na mësoj që edhe ne të jemi pjesë e kësaj lëvizje të bukur të krijesës Allahu xhallahu ala, që na lëviz dashnia për Allahun drejt Allahut te barekuhu teala, e që dashnia na lëviz ndërsa përmallimin e tërheq. Ka vol për përmallimin atje apo përmallimin nga Allahu xhallahu ala, që është kohë fort e rëndësishme e lëvizjes në këtë dunjë. Me kaq po do fund se pjesë, do të vazhdojmë inshallah edhe në takimet e ardhshme, besoj që ndoshta edhe 1-2 edhe e përfundojmë librin me lenin Allahut mënduar me këtë përmbledhje. Allah shpëlbeft sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.